Jemi në stadiumin Dubocica, stadiumi i qytetit Leskovac, që është Në Serbi nuk do të ketë asnjë tifoz shqiptar në stadium për përballjen e kombëtares Kuqezi, si rezultati një marrëveshje mes dy federatave, njësoj si në ndeshjen e zhvilluar në Tiranë, por mungesa në tribuna nuk do të thotë mungesë mbështetjeje. Tifozët Kuqezi, grupimi legjendar që prej 22 vitesh ndjek kombëtaren kudo, kanë paralajmëruar një organizim madhështor në kryeqytet. Të shtunën në ditën e ndeshjes ndaj Serbisë në Leskovac, ata do të mblidhen në sheshin Italia, pranë stadiumit Air Albania, për të ndjekur sfidën në një ekran gjigant që do të vendoset enkas për këtë rast. Ashtu si në vitin 2014, të shtunën mblidhemi te sheshi Italia për të ndjekur së bashku ndeshjen kundër shkijeve dhe të bashkohemi të këndojmë me gjithë zemër dhe në fund të festojmë fitoren, thuhet në njoftimin e tyre. Megjithatë, ky edicion kualifikues nuk ka qenë i lehtë për grupimin më të zjarrt të tifozëve shqiptar. Pas më shumë se 2 dekadash, FSHF nuk u ka rezervuar më tribunën tradicionale pas sportës, duke hedhur biletat në shitje të lirë.